Atëherë, po fillojmë. Përshëndetje për gjithë, të nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial, të nderuar partner ndërkombëtar, të nderuar përfaqësues të mediave dhe përfaqësues të shoqërisë civile, të nderuar të pranishëm. E hapi takimin e 295 të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Më lejoni që fillimisht të konstatoj quorumin, ashtu siç po e shihni, janë të gjithë anëtarët prezent sot në këtë takim, përfshirë edhe ushtruesin e detyrës së Prokurorit të Shtetit. Ju e keni marrë agjendën dhe materialet me 3 pika të rendit të ditës. A ka dikush ndonjë propozim tjetër lidhur me rendin e ditës? Nuk ka. Nëse nuk keni, atëherë kalojmë në votimin e rendit të ditës. Kush është për miratimin e rendit të ditës? Se ne keni marrë paraprakisht. Kush është kundër? Abstenim nuk pat. Po. Kur jemi tek rendi i ditës, jam për pikat e agjendës propozuar me përjashtim pikës 2 për shkak të reagimeve dhe fjalëve që i kam thënë në takimin e datës 18 maj. Faleminderit. Sa i përket kësaj pike, pra jemi kundër pikës 2. Okej, ndërsa për pika tjera jemi në rregull. Prandaj vetëm një ishte kundër sa i përket kësaj pike. Konstatoj se Këshilli me 6 vota për, 1 kundër dhe 1 abstenim miratoi rendin e ditës për këtë takim. Kalojmë tek pika 2 e rendit të ditës, konfirmimi i listës së kandidatëve të cilët kanë aplikuar për kryeprokuror të shtetit. Tek pika 2 e rendit të ditës kemi konfirmimin e listës së kandidatëve të cilët kanë aplikuar për kryeprokuror të shtetit. Duke qenë se unë jam një herët edhe kryesues i panelit vlerësues në këtë proces, ju njoftoj se kemi pranuar 5 aplikacione nga kandidatët si në vijim. Adhe Dema, Naima Bazi, Rafet Halimi, Shqipdon Fazliu dhe Zenullah Gashi. Ndërsa me post nuk kemi pranuar asnjë aplikacion. Fillimisht sekretariati, duke u bazuar në nenin 8 paragrafi 1 dhe 2 të rregullorës 07/2024 për emërimin e kryeprokurorit të shtetit dhe kryeprokurorëve të prokurive të Republikës së Kosovës, ka rishikuar materialet e pranuara nga secili aplikues për të përcaktuar nëse kanë plotësuar kriteret e kërkuara me rregullore për të konsideruar formalisht si kandidat për këtë pozitë. Si dhe pastaj sekretariati po ashtu i ka dorëzuar pra panelit vlerësues edhe listën e kandidatëve për shqyrtim dhe konfirmim. Paneli vlerësues me datë 17 qershor 2026 ka shqyrtuar aplikacionet e këtyre kandidatëve, së bashku me dokumentacionin e siguruar nga sekretariati lidhur me plotësimin e kriterëve sipas rregullorës në fuqi, ku në këtë takim janë ftuar për monitorim përfaqësuesit e mediave, shoqërisë civile, si dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Pas shqyrtimit të aplikacioneve, paneli vlerësues për emërimin e kryeprokurorit të shtetit ka vlerësuar se të gjithë kandidatët, pra që të 5 i plotësojnë kriteret e kërkuara sipas rregullorës 07/2024. Andaj lista e këtyre kandidatëve bazuar në nenin 8, paragrafi 7 dhe 8 të rregullorës numër 07/2024 i është proceduar Këshillit për konfirmim të statusit të këtyre kandidatëve, të cilët, siç e thash, edhe i kanë plotësuar kriteret për pozitën e kryeprokurorit të shtetit. Si dhe po ashtu, është do të thotë obligu sekretariati që koncept dokumentet e kandidatëve po ashtu ti publikoj edhe në web faqen zyrtare të Këshillit Prokurorial të Kosovës, pasi që të njëjtit të konfirmohen edhe nga ky këshill sot. A ka dikush që dëshiron ta marrë fjalën? Nëse jo, e vendosim në votim. Kush është për miratimin e kandidaturës të këtyre kandidatëve? Pra 2, 3, 5, 6 vota për. Kush është kundër? Ne kemi kundër. Abstenim nuk ka. Atëherë konstatoj se Këshilli me 6 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim e konfirmon statusin e kandidatëve për pozitën e kryeprokurorit të shtetit, si dhe obligohet sekretariati që të publikojë koncept dokumentet e këtyre kandidatëve në web faqe brenda fatit ligjor, ashtu siç parashihet edhe me rregullore. Te pika 3 e rendit të ditës kemi raportin vjetor të Komisionit ad hoc mbikëqyrës për zbatimin e planit strategjik dhe planit të veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike për vitin 2025. Pra te kjo pikë e kemi këtë raport vjetor nga komisioni që kemi pra ad hoc që ka të bëjë me këtë komision, duke qenë se antarja e Këshillit në këtë rast prokuroria Elza Bajrami, Kastrati është një herët edhe kryesuesi e këtij komisioni, ftoj njëjtën që ta bëjë prezantimin e këtij raporti. Urdhëroj Elza, fjala për ju.
Faleminderit kryesues. Atëherë, i nderuar kryesues, i nderuar zëvendës kryesues, i nderuar ushtrues i detyrës së kryeprokurorit të shtetit, të nderuar anëtar të Këshillit, të nderuar të tjerë të pranishëm. Sot po prezantoj raportin vjetor për vitin 2025 të përgatitur nga Komisioni ad hoc mbikëqyrës për zbatimin e planit strategjik dhe planit të veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike. Ky raport është përgatitur nga Komisioni me përbërjen paraprake, pra nga ju kryesues kur keni qenë kryetari i këtij komisioni dhe 2 ish anëtarët, prokurorja zonja Laura Pula dhe prokurori zotri Arben Ismaili, ndërkaq përbërja e re e këtij komisioni është nga unë si kryesuese dhe 2 anëtarët tjerë, prokurori zotri Besim Kelmandi nga zyra e kryeprokurorit të shtetit dhe prokurori Shkelzan Ibrahimi nga prokuroria e apelit. Këtë raport do të përpiqem ta paraqes në pika të shkurtra, duke qenë se me agjendën e këtij takimi veç sa anëtarët dhe gjithë ju e keni pranuar përmbajtjen e këtij raporti, por unë do të përpiqem ta përmbledh në disa prej çështjeve që konsiderojmë se janë më të rëndësishme për të qenë të prezantuara këtu. Raporti ka të bëjë me 2 grupe të veprave penale, të cilat janë të kategorizuara në grupin e veprave penale të korrupsionit, ku përfshihen gjithsej 19 vepra penale, dhe grupin e veprave që përfshin krimet ekonomike dhe gjithsej janë 31 vepra penale. Prokurorit themelore si dhe prokuroria speciale raportojnë mbi bazën e këtyre vepra gjendjen e tyre për vitin 2025. Ky raport është përmbledhës për punën e trajtimit të rasteve të korrupsionit dhe krimeve ekonomike për vitin 2025. Raporti përbëhet gjithsej nga 4 pjesë. Pjesa e parë ka të bëjë me raportin e përgjithshëm për veprat penale të korrupsionit dhe krimeve ekonomike në të gjitha prokuroritë dhe prokurorinë speciale për vitin 2025. Pastaj pjesa e dytë ka të bëjë me trajtimin e rasteve të korrupsionit dhe krimeve ekonomike vetëm në njësitin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit që është në Departamentin për krime të rënda në prokurorinë themelore në Prishtinë. Pjesa e tretë ka të bëjë me aspekte krahasimore për veprat penale të korrupsionit dhe krimeve ekonomike ndër vite, nga viti 2020 deri në vitin 2025 dhe pjesa e katërt ka të bëjë me konstatime dhe rekomandime. Sa i përket punës së prokurorive gjatë vitit 2025 në lidhje me veprat penale të korrupsionit, mund të themi se gjatë vitit 2025 shumicën e kallëzimeve penale që ndërlidhen me veprat e korrupsionit e kanë parashtruar qytetarët, pastaj vin policia, pastaj vin organet publike dhe prokuroria me vetë iniciativë, është e fundit me iniciimin vetëm të 4 rasteve. Mënyrat e trajtimit, gjithsesi gjendja dhe trajtimi i kallëzimeve penale, viti 2025 ka filluar me 708 raste, pastaj janë pranuar 677 dhe janë proceduar 529 raste, ndërkaq 1027 kanë mbretur. Prej gjitha prokurorive të cilat janë të përfshira në raport, pra 7 prokurori themelore dhe prokuroria speciale, prokuroria themelore e Gjilanit prin me trajtimin e kallëzimeve penale 67%, ndërkaq prokuroria themelore në Mitrovic ka numrin më të ulët të zgjidhjes së kallëzimeve penale. Prokuroria themelore e Prizrenit është prokuroria e cila prin me ngritjen e akta akuzave, sepse të gjitha rastet e korrupsionit kanë përfunduar me ngritje të akta akuzave, ndërkaq prokuroria themelore në Pej ka numrin më të ulët të akta akuzave, kurse shumicën e rasteve i ka hedhje të kallëzimeve penale dhe pushime të hetimeve. Prokuroria e Apelit nga të gjitha rastet të cilat përkatësisht ankesat që i pranon nga palët lidhur me hedhjet e kallëzimeve penale dhe pushimet e hetimeve në rastet e korrupsionit, shumicën e tyre i aprovon dhe pastaj lëndët i kthen në rivendosje në prokuroritë themelore apo prokurorinë speciale, ndërkaq të gjitha ankesat e palëve për dështimin e prokurorëve në trajtimin e tyre brenda afatit 6 mëjor i ka aprovuar. Sa i përket vendimeve të gjykatës në lidhje me këto vepra penale, në shumicën e rasteve kemi aktgjykime dënuese me përjashtim të prokurorisë themelore në Prishtinë, ku përqindja dallon pak me aktgjykime dënuese dhe ato liruese, ndërkaq kemi prokurori ku gjatë vitit 2025 nuk ka pasur të pranuara fare aktgjykime. Ndërkaq për rastet ku janë liruar, i kemi edhe të raportuara dhe ankesat e parashtruara nga ana e prokurorëve. Në raport në lidhje me veprat e korrupsionit kemi po ashtu të paraqitura edhe lëndët e natyrës PPN,
ku shumica e rasteve janë paraqitur përkaq se lëndët PPN janë parashtruar nga policia, pastaj vinë nga qytetarët, pastaj nga organet publike dhe prokuroria me vetë iniciativë, ndërkaq Prokuroria Themelore në Gjilan është prokuroria e cila gjatë vitit 2025 e ka përfunduar punën me rastet PPN. Të gjitha rastet PPN të cilat kanë qetur në Prokurorinë Themelore në Gjilan kanë kaluar apo janë mbartur në lëndë të rregullta si trajtim i kallëzimeve penale, ndërkaq Prokuroria Themelore në Ferizaj rezulton që ka mbyllur numrin më të vogël të PPN-ve. Sa i përket krimeve ekonomike, edhe këtu, domethënë të gjitha prokurorit, edhe këtu rezulton që shumica e kallëzimeve penale këtu vinë nga policia, pastaj vinë nga qytetarët, pastaj nga organet publike dhe prokuroria me vetë iniciativë. Viti 2025 tek rastet e krimeve ekonomike ka filluar me 507 lëndë, janë pranuar 345, janë proceduar 279 dhe kanë mbetur për trajtim pastaj të bartura në vitin 2026. 696 raste. Prokuroria Themelore në Gjilan është ajo cila ka proceduar numrin më të madh të kallëzimeve penale që i referohen krimeve ekonomike, ndërkaq Prokuroria Themelore në Mitrovic edhe këtu ka numrin më të vogël të trajtimit të rasteve me kallëzim të natyrës së krimeve ekonomike. Sa i përket mënyrës së procedimit të personave, Prokuroria Themelore në Gjakov këtu prin me ngritjen e akt akuzave, sepse të gjitha rastet që kanë të bëjnë me krime ekonomike kanë përfunduar me ngritje të akt akuzave, ndërkaq Prokuroria Themelore në Mitrovic dhe Prokuroria Speciale të gjitha rastet e krimeve ekonomike për vitin 2025 i kanë hedhje të kallëzimeve penale dhe pushime të hetimeve. Sa i përket aktgjykimeve, pra vendimeve të gjykatës në rastet e krimeve ekonomike, në të gjitha prokurorit, 90% e rasteve kanë përfunduar me aktgjykime dënuese, ndërkaq në 8 raste janë liruar të akuzuarit, për të cilat pastaj shihet se prokurorët kanë parashtruar ankesa në gjykatën e apelit. Sa i përket raporteve të veçanta, këtu viti ka filluar me raste që më shumë paraqiten nga policia, pastaj janë qytetarët, organet publike dhe prokuroria me vetë iniciativë. Prokuroria Themelore në Gjilan edhe tek rastet e krimeve ekonomike nuk ka raste të mbetura PPN, sepse të gjitha kanë kaluar në regjistrin PP, ndërkaq Prokuroria Themelore në Prishtinë i kanë mbetur domethënë raste që kanë kaluar edhe për vitin 2025 për të trajtuar. Pjesa e dytë e raportit ka të bëjë me njësitin e korrupsionit që funksionon vetëm në Prokurorinë Themelore në Prishtinë, në Departamentin për krime të rënda, ku në këtë prokurorinë, siç e dim, më përpara ka funksionuar në kuadër të Departamentit të Përgjithshëm edhe njësiti për krime ekonomike, mirë po i cili me vendimin e Këshillit Prokural në vitin 2021 është shuar dhe tani funksionon vetëm në kuadër të Departamentit për krime të rënda. Në këtë raport, sa i përket krimeve korrupsionit dhe krimeve ekonomike, janë të pasqyruara edhe zgjidhja e rasteve nga prokurorët veç e veç. Ajo që është e rëndësishme të themi është se në draft raportin e këtij viti, ne kemi para përfundimit të raportit kemi kërkuar edhe një nga kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prishtinë që të bëjë rishikimin e të dhënave statistikore dhe kemi kërkuar që të bëjë barazimin e tyre me SMIL dhe me të dhënat që janë nga zyra e statistikave dhe pas një afati prej 2 javor që e kemi kërkuar nga kryeprokurori, të njëjtët i kanë barazuar statistika dhe kështu që kemi një barazim të statistikave mes zyrës së statistikave që i raporton komisionit dhe asaj që raporton Prokuroria Themelore në Prishtinë. Pjesa e tretë ka të bëjë me aspekte krahasimore për veprat penale të korrupsionit dhe krimeve ekonomike, që është më tepër në aspektin teknik, përqindje, numra, kështu që nuk do doja të lëshohem më tepër në këtë për të mos humbur kohë, për shkak se është më shumë çështje teknike për të cilën të gjithë anëtarët padyshim se kanë pasur mundësi që ta lexojnë dhe kanë pasur gjatë kësaj kohe, domethënë nga caktimi i takimit. Ajo që në fund do doja të cek është që ky raport të miratohet nga Këshilli me rekomandimet të cilat veç janë të dhëna në këtë raport. Po gjithashtu dua t'ju njoftoj se tani si komision në përbërje prej 3 anëtarëve. Pra, siç e ceka më herët, jemi në punë të përpilimit të raportit për
6 mujorin e parë të vitit 2026, jemi duke i zhvilluar vizitat në për prokurori, deri më tani kemi vizituar 6 prokurori, na kanë mbetur vetëm edhe 2 prokurori për të vizituar dhe pastaj për ta përmbyllur raportin e këtij viti. Ajo çka do të kërkoja nga Këshilli gjatë punës që kemi hasur është që të na autorizoj dhe të na mundësohet neve si komision që të bëjmë edhe një herë rishikimin e listës së veprave penale, ato që janë të korrupsionit dhe krimeve ekonomike, për shkak se kemi po një disharmoni tek prokurorit me rastin e raportimit të grupeve të veprave penale. Në fund rezulton domethënë që rastet janë mirë, po i kategorizojnë në grupe e ndryshme të krimeve ekonomike dhe korrupsionit, kështu që në raportin e ardhshëm që do ta paraqesim, të kemi një rishikim, ta kemi raportin me rishikimin e veprave penale, pra cilat janë konkretisht në grupin e korrupsionit dhe cilat janë në grupin e veprave penale të krimeve ekonomike, sepse këto e kemi pa tash tek 6 mujori e pam që ka një disharmoni tek prokurorët kur raportojnë. Për ndryshe, i propozojmë Këshillit që ta miratoj raportin dhe i njëjti pastaj edhe të publikohet për qëllime të informimit të publikut. Faleminderit. Faleminderit Elza, e di që ka qenë një raport voluminöz dhe ju ra shumë me bë këtë prezantim. Do të thotë vetëm për anëtarët e tjerë të Këshillit, krahas rekomandimeve që gjenden këtu, ju propozoni një rekomandim shtesë që jetë që ka të bëjë me rishikimin e veprave penale që janë që nga ana e Këshillit që e kërkoni. Krahas këtyre që janë këtu shkruar. Okej, mirë. Atëherë po e hapi për si qihet, pra nga ky raport janë dikun rreth 7 detyra, respektivisht autorizime që do të jepen nga Këshilli Prokurorit i Kosovës këtij komisioni ad hoc, që ka për të bë disa hulumtime që ndërlidhen me disa çështje për shkak të disa ku dikun është nivel më i lartë, dikun më i ulët nga mesatarja në sistemin prokurori i lëndëve që trajtohen, që kryen e gjitha ato. Prandaj për më tepër, kjo do të jetë më tepër një detyrë shtesë për komisionin përkatës, që do ta bën deri në raportimin e radhës, në mënyrë që të merret me këtë analizë për të pasur pse janë këto disproporcion të quaj midis prokurive brenda sistemit prokurorial. A ka dikush që dëshiron me marr fjalën me diskutu këtë raport? Po, kolegu Isar, no. Faleminderit kryesues, ushtrues detyrë prokurorit shtetit Zavendës, të nderuar kolegë antar. Falenderoj komisionin për një raport jashtëzakonisht përmbajtësor dhe nuk dua të jap shona shumë në detaje, thjesht në faqe 10 të këtij raporti është pasqyrohet një gjendje shumë alarmante, e cila le të themi ndër vite është shqetësim. Pra, prokuria themelore në Prizren prin me numrin e akuzave të ngritura, domethënë 100%. Kurse prokuria speciale dhe prokuria PS mbetin në numrin më të vogël. Nëse i shohim në përqindje, 86% janë hudhje dhe pushim. Është shifër shumë e lartë nga ana prokurisë speciale, kurse në prokurinë themelore në PE janë 89% hudhje dhe pushim. Vërtet është një përqindje shumë e lartë dhe raportet që kemi trajtuar para disa dite dhe ky raport do të na shërbejnë, sepse Këshilli për shkak dinamikës të punës nuk ka arrit ende të mbajë takimin e radhës me kryeprokurorët prokurive dhe do të na shërbejë si një raport që do të ballafaqohem me kryeprokurorët me rastin e raportimit para Këshillit. Prandaj unë nuk do të më shumë në detaje, thjesht vlerësoj punën e komisionit dhe raporti që u kërkuat të jetë shtesë do të ndalojmë më shumë në procese të tjera të raportimit. Faleminderit Visar. Veç për hir të opinionit publik, arsyeja sepse tek këto lëndë ka hudhje të kallëzime penale, sikurse edhe numër të madh të pushimeve, të hetimeve, për shkak se kam punuar mbi 4 vite vetëm me natyrën e këtyre veprave penale, është fakti se një pjesë e madhe këtyre rasteve vinë në sistem prokurorial përmes kallëzimeve penale fiktive, anonime, ose vetëm informatave si tilla, prandaj edhe natyrisht është obligim i secilit prokuror që pranon një rast të tillë që dhe ta trajtoj që së paku të ketë një hetim preliminar, siç e quajmë ne, një grumbullim të informatave që bëhet përmes autorizimeve që jepen policisë për të verifikuar nëse ato pretendime do të qëndrojnë apo jo. Prandaj edhe si rezultat
pjesa më e madhe e këtyre landeve, pra në përqindje të madhe, hedhen poshtë si kallëzime të tilla penale, po edhe kur ka raste që janë filluar hetimet, natyrisht që do të thotë edhe aty kemi pushim të hetimeve. Është mirë që tani më të dyja këto kategori, edhe pushimi i hetimeve dhe hudhja e kallëzimeve penale, tani më i nënshtrohen edhe kontrollit të prokurisë apelit, sepse palët e dëmtuara kanë të drejtë ankese atje nga 184 dhe 156 i kodit të procedurës penale dhe munden me ju drejtu prokurisë apelit për ta rishqyrtuar një vendim të tillë të prokurorit të prokurisë themelore përkatëse. Dikush apat me diskutu lidhur me këtë raport? Kolegu Milot, urdhna fjala për ty. Falni, nderuar kryesues, nderuar anëtar të Këshillit, nderuar pjesëmarrës të tjerë. Nuk kam ndonjë pyetje të veçantë sepse komisioni sigurisht se ka bërë punën e tij dhe dhënat i ka gjeneruar dhe i ka paraqit. Nuk kam asnjë dyshim, mirë po është pak problematike sepse ka disa prokurori që kanë numër kaq të madh të procedimit të lëndëve të kësaj natyre, ndërkaq disa të tjera prin me shkallën më të madhe me hudhje dhe me pushime. Besoj që qëndron konstatimi që jo çdo kallëzim penal ka lënë filtrin dhe jo çdo kallëzim penal apo çdo informacion përkthehet edhe në një akt akuzë apo edhe në një akt gjykim dënues. Në praktik nuk besoj që mundet me qenë saktë dhëna që 100% e landëve një prokurori të procedojë dhe të ngresë gjitha akuzat. Pak a shumë merret një përqindje e lartë mund të jetë, po jo 100%. Sigurisht se nuk mund të jetë as se saktë, besoj që prej 100 landëve vetëm 10 landë kalojnë dhe 90 të tjera të hudhen, po besoj duhet me qenë një mes ndoshta tjetër, po duhet me i pa diçka që më pëlqen, ndoshta është pjesa e fundit që te pjesa e rekomandimeve janë parashtruar në formë pyetjeve dhe besoj që nëse arrim të gjejmë përgjigje atyre pyetjeve dhe rekomandimeve do ta marrim edhe përgjigjen e saktë. Na e dim fare mirë që në punën praktike që e bëjmë nuk mund ngrisim akt akuza dhe nuk e bëjmë atë kur s'kemi mundësi ose kur kemi kallëzime penale qoftë pa bazuara, mungesë provave ose kur palët vërtet apo parashtrues pretendojnë se ka vepra, por që nga vlerësimet e prokurorëve del që nuk ka dyshim për ndonjë vepër. Diçka edhe e mirë që është edhe mbulesë për neve dhe që e konfirmon punën e prokurorive në përgjithësi, janë edhe veprimet e prokurorisë të apelit, sepse nëse ka pas kallëzime të bazuara dhe që prokurorët i kanë hudhur, si kanë pushu hetimet e filluara, sigurisht që palët nëse janë anku, i kanë shfrytzuar drejtën ligjore, me siguri se e kanë thënë fjalën e vet edhe prokuroria e apelit. Faleminderit. Milot, ka dikush tjetër që dëshiron ta merr fjalën dhe të diskutojë lidhur me raportin, gjeturat, rekomandimet? Nëse jo, kush është për miratimin e këtij raporti së bashku me rekomandimet e dhëna plus rekomandimin shtesë dha Elza lidhur me rishikimin e veprave penale? Okej, të gjithë janë për, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatoj se Këshilli me 7 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, miraton raportin vjetor të Komisionit ad hoc mbikëqyrës për zbatimin e planit strategjik dhe planit të veprimit për luftimin e korrupsionit dhe krimeve ekonomike për vitin 2025 së bashku me rekomandimet e dhëna, plus këtë rekomandimin shtesë që ceka si më lart. Tek pika 4 kemi sipas agjendës të ndryshme, a ka dikush ndonjë çështje cilën do të dëshironte të ndante për të diskutuar të kjo pikë? Nëse jo, të nderuar anëtar të Këshillit Prokuror të Kosovës, konstatoj të mbyllur takimin e ditës së sotme. Faleminderit për